e kemi shpjeguar shpesh herë që ekonomia të cilën ne kemi zgjedhur të operojmë dhe modeli ekonomik në cilën ne kemi zgjedhur të operojmë është ekonomia e tregut, një ekonomi në të cilën çmimet vendosen nga kërkesa dhe nga oferta. Pa diskutim që tregu i hidrokarbureve është një treg i cili dominohet nga pak lojtar dhe duke qenë i tillë ka riskje të sjelljeve ogobolistike, mund të themi. Nuk është qeveria që bën këto lloj investigime, është autoriteti i konkurrencës, i cili është një institucion i pavarur që bën investigime nëse ekzistojnë apo jo kushtet për të pasur një treg ku ato lojtarët e tregut sillen si oligopol. Megjithatë, ajo që mund të them është që në të kaluarën, kjo nuk është eksperjenca jonë e parë, ne kemi pasur këtë eksperiencë gjatë krizës rritjes së çmimeve për shkak të luftës dhe konfliktit Ukrainë-Rusi, nuk u materializua një sjellje e tillë. Pra në momentin që ne vendosëm të dalim nga bordi, kompanitë nuk rritën çmimet në mënyrë të pakontrolluar. Ndërkohë që patjetër që bordi i fuste në një regjim në të cilin marzhet e fitimit ishin të përcaktuara dhe nuk mund të lëviznin mbi ato marzhe fitimi apo marzhe mbi çmimin. Unë mendoj që ne kemi hym në këtë proces me qëllim që të parandalonim sjellje të cilat mund të ishin përfituese nga ana e kompanive për shkak të situatës dhe pasigurisë në tregjet e lindjes së mesme, në tregjet botërore të bursës, por kjo situatë tashmë ka kaluar, pasiguria nuk ekziston më, mundësia që kompani të rrisin çmimet në mënyrë të pakontrolluar për shkak të frikës së një rritje të mëtejshme të çmimeve nuk ekziston më, pra kushtet për të pasur një bord të transparencës nuk janë më aty, ndaj dhe ne vendosëm të mbyllim funksionimin e tij.